Zbardhen detajet e reja nga atentati mafioz në Lundër, ku në mbrëmjen e 17 prillit u qëllua me breshëri plumbash ndaj automjetit me të cilin udhëtonin djemtë e pronarit të Pelikani Security, shoku i tyre dhe shoferi familjes. Nga hetimet e deritanishme me qëllim zbardhjen e ngjarjes së rënd, grupi hetimor ka arritur të përftojë gjurmë ADN-je mikse pas analizave laboratorike të kryera mbi sendet e gjetura në vendin e ngjarjes. Sipas burimeve nga hetuesit ADN-ja, dyshohet e jetë marrë nga objekte si çanta, doreza dhe pinca, të cilat janë gjetur në zonën ku autorët ishin fshehur, dhe dyshohet se pincat janë përdorur për të prerë telin e rrethimit në vendin e ngjarjes, ku atentatorët po prisnin me motor. Për zbardhjen e ngjarjes, hetuesit janë fokusuar te kamerat e sigurisë në disa zona. Grupi hetimor ka sekuestruar dhe janë duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, jo vetëm ditën e atentatit, por edhe disa ditë më parë, pasi dyshohet se autorët kanë lëvizur në zonë për ditë të tëra me motor, duke studiuar terrenin dhe duke përgatitur atentatin. Mbrëmjen e 17 prillit, 4 të rinj që ndodheshin në automjetin tip G-Class apo ishin kthyer nga pjeza e shijakut, ku kishin qenë për të festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit. Ai udhëtonte së bashku me vëllain e tij 17 vjeçar, mikun e tyre 19 vjeçar dhe shoferin e familjes Demiraj, 34 vjeçarin Aren Stafa. 3 të rinjt janë banor të zonës luksoze Rolling Hills në Lundër dhe njihen si shok prej kohësh. Automjeti me të cilin udhëtonin është në pronësi të Vesel Demiraj, pronarit të kompanisë së sigurisë Pelikani Security. Pas festës në shijak, të rinjt janë kthyer për në shtëpi, por rreth orës 21:30 minuta kur ndodheshin te rreth rrotullimi Shkozës dhe kur po ndiqnin rrugën për në Lundër, automjeti i tyre ra në pritën e një motori nga i cili u qellua me breshëri plumbash. Fatmirësisht nga atentati nuk pati viktima, ndërsa grupi hetimor po punon intensivisht për të identifikuar autorët.